Natyrisht që është moment shumë delikat impret për drejtësinë, por dhe për demokracinë shqiptare. Pra këta të veshur me pushtet po bëjnë çmos të gjitha artificat ligjor dhe ekstra ligjor për të zvarritur proceset, e njëjta gjë si ndodhem dhe me Olta Xhaçkën. Rreziku është që nëse kalon afati prej 3 muajsh mund të pushohet çështja. Dhe këtu i bëjmë thirrje të gjithë qytetarëve shqiptarë që të jenë vigjilent dhe të bëjnë presion sa më shumë në mënyrë që Këshilli i Mandateve të mblidhet dhe mos zvarrisi të proces kaq të mpret. Ne jemi shumë të qartë që Edi Rama po bën çmos duke përdorur dhe lobimet e tij ndërkombëtare, duke përdorur një retorikë si një lojtar i madh i gjeopolitikës. Jemi të vetëdijshëm që ai po dështon çdo ditë. Po dështon sepse mjaft të shikojmë punët publike ku shemben tunele të sapo inauguruara, ku janë shpenzuar me miliona euro, ashtu po shembe dhe retorika e tij, propaganda e tij, e cila nuk mban më ujë. Në këtë aspekt Rama është një dështuar. Është një dështuar sepse ai ka dështuar modelin e tij ekonomik, social. Shqiptarët ikin dita ditës, janë rreth 1 milion shqiptarë që kanë ikur këto vite. Nuk kemi shërbime shëndetësore, nuk kemi shërbime në arsim. Këshilli kontrolli i lartë i shtetit rezulton që gjysma e buxhetit të shtetit vidhet. 112 milion euro janë bllokuar nga Bashkimi Evropian, nga Fondi i parë për bujqësinë. Studentët, 1 në 3 studentë kërkon të hiki, 79% e studentëve kërkon të hiki. Është një dështim i marramendës. Pra kjo është një shpopullim, është një genocid ndaj popullit shqiptar. Dhe vetmja shpresë në këtë momente që qytetarëve shqiptar i ngelet është drejtësia. Dhe ne jemi këtu për të mbështetur pikërisht drejtësinë që të bëjë punën e saj dhe të mos pengohet nga ballat, nga çuçot, nga moçët e nga gjitha që bëjnë ç'është e mundur për të zvarritur këtë proces. Në këtë aspekt ne kërkojmë që Belinda Balluku edhe të gjithë ta zyrtarët e korruptuar të përballen me drejtësisë, të vijnë në dispozicion të drejtësisë. Ne duam që ky të jetë një proces transparent, i hapur për publikun dhe paratë e shqiptarëve të vjedhura t'i kthehen popullit shqiptar. Ndaj përsëris të njëjtën thirrje, drejtësi për të gjithë barazi para drejtësisë. Faleminderit. Unë ju falenderoj për pjesëmarrjen në këtë tubim. Edhe sigurisht që ne gjetëm mundësinë që të ndodhemi përpara shtëpisë të deputetëve. Kjo godin këtu është vendi ku mblidhen parlamentarët e vendit tonë. Edhe nëse ka një arsye që qytetarët e këtij vendit zgjedhin deputetët e tyre, është që deputetët e tyre të mbrojnë interesat e tyre edhe sigurisht të punojnë për hallet e qytetarëve. Tani, a ka hall më të madh për qytetarin kur prokurori thotë se një ministër është duke vjedhur? A ka hall më të madh kur prokuroria e vendit i kërkon deputetëve imunitetin e një prej ministrave? Si mundet që deputetët me vullnetin e qytetarëve të mbrojnë hajdutët, të mbrojnë vjedhjen, të mbrojnë milionat e eurove që janë vjedhur në mënyrë galopante? Niko Peleshi është një nga anëtarët e Këshillit të Mandateve. Niko Peleshin e kanë zgjedhur qytetarët e Korçës. I ka pyetur Niko Peleshi qytetarët e Korçës, a vlen të mbrohet një njeri që ka abuzuar me detyrën? Tauland Ballën e kanë zgjedhur qytetarët e Tiranës. A i ka pyetur Tauland Balla qytetarët e Tiranës, në interesin tuaj është që një deputete të mbrohet, një ministre të mbrohet kur vjedh, kur prokuroria e kërkon për vjedhje? Në këtë komision është Blendi Çuçi, gjithashtu i zgjedhur nga qytetarët. Ka shkuar Blendi Çuçi te qytetarët, apo është duke mbrojtur shoqen e vet? Apo është duke mbrojtur shoqen e kryeministrit? Këta duhet kuptojnë baziken, janë zgjedhur aty për interes të qytetarëve. Nuk mundet që me urdhër partie të mbrojnë ata të cilët janë akuzuar për vjedhje. Atyre të cilëve bëjnë tunele dhe ju prishen, atyre të cilëve bëjnë rrugë 220 milion euro dhe ju prishen, 30 milion euro për tunel. Kjo është e papranueshme. Nuk mundet që deputetët me përfaqësinë, me fuqinë që u jep qytetari të mbrojnë të korruptuarit, të mbrojnë hajdutët. Ulsi Manja i është zgjedhur nga qytetarët e Lezhës. A mundet ta përdor ky njeri fuqinë që i japin qytetarët për të mbrojtur një hajdut? Është antari i Këshillit të Mandateve dhe sot nuk vjen në punë. Për çfarë nuk vjen në punë këta njerëz? Shtyn mbledhjen pa fat.
e kanë shtyrë mbledhjen prej 1 muaji tashmë. Duket sikur në këtë vend punojnë vetëm hajdutët. Hajdutët punojnë për ditë, hajdutët shkojnë në punë. Këta të cilët duhet që t'i vejnë fre hajdutëve nuk vinë. Në minutë të fundit anullojnë mbledhjen. Ne kërkojmë në mënyrë imediate ata të cilët janë mandatuar nga qytetarët të mbrojnë interesin e qytetarëve. Nuk mundet që të mbrohet hajduti me imunitet me mandatin e të zgjedhur vetë. Shqipëria jonë është bërë vend i pajetueshëm. Qytetarët shqiptar gjithashtu në këtë këshill është edhe Blendi Çoma, qytetari votuar në këtë parlament nga qytetarët e Pogradecit, nga bashkëqytetarët e mi. A mundet që me votën që t'i japin bashkëqytetarët, që t'i japin qytetarët e thjeshtë, të cilët humbin shtëpinë, humbin rrugët, humbin të ardhurat e tyre, këta të mbrojnë hajdutët? Janë këto 5 emra që nuk mblidhen. Niko Peleshi, Taulan Balla, Blendi Çuçi, Ulsi Manjal, Blendi Çoma nuk mblidhen, nuk vinë në punë. Nuk vinë në punë të mbrojnë qytetarët nga hajdutët. Kjo është e patolerueshme. Shqipëria nuk është më shtëpia e shqiptarëve. Kudo ku shkojnë shqiptarët mund të blejnë një shtëpi. Është ky vend, sepse deputetët e këtij kuvendi, ministrat, nuk kanë 1, nuk kanë 2, po kanë 100, 200, 300 apartamente. Qytetarët duhet vinë të kërkojnë apartamentet e tyre në këtë vend. Ja. Ky është vendi ku janë çelësat e apartamenteve të qytetarëve. Asgjërat nuk përballohen. Ja ku i kanë. Shqiptarët vinë të shikojnë. Të 300 apartamenteve, ja, 300 çelësa këtu i kanë. Çdo njeri të vit marrë nga një çelës apartamentit Belindës. Nuk ka zgjidhje tjetër, përveç se të përfaqësojnë qytetarët. Nuk mundet që qytetarët të bëhen mish për top. T'ju merren taksat, të vidhen dhe sot të mbrojnë me imunitet. Ka vetëm një detyrë parlamentari i Republikës sot. Të qëndroj brenda zyrave dhe të heq mandatin të korruptuarve. Nuk e kam akuzuar as unë, as Andi, as qytetarët e tjerë, zonjën Balluku. E ka akuzuar autoriteti më i lartë i akuzës në këtë vend. Që mbrojnë qytetarët. E ka akuzuar Spaku, siç përballem unë, siç përballet çdo qytetar me drejtësinë kur i vjen te dera, mua nuk më mbron njeri, as një qytetar nuk e mbron njeri, as një punëtor të thjesht nuk e mbron njeri kur i shkon drejtësia tek dera. Nuk ka asnjë arsye që sot drejtësia të pengohet edhe të mbrohet nga ata që ne zgjedhim. E përsëris edhe njëherë, ne jemi për drejtësi deri në fund dhe për mandatin e çdo individi që merret në hetim nga prokuroria t'i jepet nga ky kuvend që është zgjedhur me votat e qytetarëve. Faleminderit. Bravo. Një proteste shoqërisë civile për heqjen e imunitetit të zonjës Balluku, kjo protestë e cila ka përkuar në fakt ditën e sotme